Në gjykatën e Durrësit ka nisur seanca për caktimin e masave të sigurisë ndaj Xhevdet Plaku dhe 6 personave të tjerë, të cilët u arrestuan 2 ditë më parë teksa po drekonin në një restorant në gjirin e Lalzit. Në operacionin e forcave Renea u ndaluan Xhevdet Plaku, i cili ishte arratisur nga burgu në Itali, Voltan dhe Jugert Xhani, Fation Qesja, Oltion Hasani, Alfred Hasanaj dhe Flobenc Meçja Gega. Seanca në gjykatën e Durrësit është paraprirë nga masa të shumta sigurie. Forcat e FNSH kanë krijuar një perimetër sigurie në pjesën e jashtme të institucionit. Xhevdet Plaku, që njihet me novë kënkis nga Durrësi, ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi është arratisur nga burgu i Ankonës në janar të këtij viti. 45 vjeçari ishte dënuar në shtetin fqinj për trafik droge, ndërsa Flobenc Meçja, alias Gega, alias Drini nga Shkodra, ishte shpallur në kërkim nga Spaku për 1 viti si pjesë e dosjes Plumbi i Art. 43 vjeçari akuzohet për veprat penale, organizata kriminale dhe sigurimi i kushteve dhe i mjeteve për të kryer vrasje. Voltan Xhani është i dyshuari kryesor për organizimin e vrasjes së Elis Roshkodolit në lagjen Ahmet Haxhiu në Shkodër mesditën e 30 gushtit 2024. Policia thotë se 39 vjeçari rezident në Holand ka siguruar armët dhe makinat që u përdorën në vrasje, ndërsa i vëllai Jugerti e ka përkrahur në krim. 2 vëllezërit, sipas të dhënave në QKR, janë pronar të disa bizneseve.